Ka momente në jetë që nuk i harron kurrë, momente që nuk shkruhen vetëm në kujtesë, por gdhenden thellë në shpirt, si plagë që nuk mbyllen plotësisht, pa marrë parasysh sa kohë kalon. Dhe pastaj ka momente që vinë papritur, si rrufe në qiell të kthjellët, dhe të rikujtojnë se e kaluara nuk ka mbaruar kurrë me ty. Ajo thjesht ka pritur. Unë e di këtë më mirë se kushdo. Mos harro të bësh subscribe kanalin. Vazhdojmë. Sepse para disa muajsh, teksa isha duke pirë kafen e mëngjesit, teksa bota ime kishte marrë formën e një rutine të qetë dhe të rehatshme, dikush trokiti në derën time, një trokatje e zakonshme, 3 herë, ngadalë, por kur hapa atë derë, e gjithë jeta ime u kthye përmbys. Në prag qëndronte një grua që nuk e kisha parë kurrë, ose kështu mendoja unë, një grua me sy të lodhur, me duar që dridheshin lehtë, me buzë që donin të flisnin, por nuk gjenin fjalën e parë. Dhe ajo më tha diçka që nuk e harroj dot, diçka që e ndjeva si grusht direkt në zemër. Unë jam nëna jote. Ndaloni një moment, ndaloni dhe pyesni veten, çfarë do të bënit ju në atë çast? Çfarë do të ndjenit? Çfarë do të thonit? Si do t'i kontrollonit duart që të mos dridheshin? Dua t'ju pyes sinqerisht, sepse unë nuk e dija, nuk kisha asnjë plan, asnjë skenar të përgatitur, asnjë fjalë gati. Kishim vetëm ato 2 sekonda, ajo dhe unë, dhe 30 vjet histori mes nesh që askush nuk ja kishte treguar njëri tjetrit plotësisht. Por para se t'ju tregoj çfarë ndodhi atë ditë, duhet ju çoj mbrapa, shumë mbrapa, sepse kjo histori nuk fillon me atë trokatje. Fillon me një bebe të vogël, të lënë vetëm në një krevat spitali, në një dhomë të ftohtë, me lampa fluoreshente që bënin zhurmë të ulët dhe me erë dezinfektanti që mbushte ajrin. Fillon me një nën që u largua dhe nuk u kthye, dhe ajo bebe isha unë. Nuk e di saktësisht si duket një spital kur je i porsalindur. Natyrisht, askush nuk e mban mend atë kohë, por mami ime, ajo grua e mrekullueshme që më rriti, që më dha emrin, që qëndroi zgjuar net të tëra kur isha i smur, mami ime ma tregoi atë histori kaq shumë herë, sa e ndjej sikur e mbaj mend vet, jo si kujtesë e vërtet, por si ndjesi, si diçka që të ngec brenda, si muzikë e vjetër që dëgjon dhe nuk di pse të bën të qash. Ajo kishte shkuar në spital bashkë me babin tim, i cili më vonë u bë babi im adoptues, megjithse kurrë ai nuk e përdori atë fjalë, jo për të lindur, por për një kontroll rutin. Kishin vite që prisnin një fëmijë, kishin kaluar në përdhimbje që shumica e njerëzve nuk i shohin kurrë, humbje, zhgënjime, shpresa të ngritura dhe të rëna. Dhe pikërisht atë ditë, si nëse jeta kishte vendosur t'u jap diçka, një infirmiere doli nga njëra prej dhomave dhe ju drejtua me një fytyrë të çuditshme, gjysmë e hutuar, gjysmë e shqetësuar. Keni ardhur për birësimin? E pyeti ajo mamin time, duke e ngatruar me dikë tjetër. Mami ime nuk e kuptoi menjëherë. I tha se kishte ardhur për kontrollin. Infirmieria bëri një shenjë me dorë, si të thoshte mirë, dhe pastaj shtoi, pothuajse si rastësi, si diçka pa rëndësi të madhe. Sepse kemi një bebe, nëna e la të mëngjesit dhe nuk u kthye, nuk dim çfarë të bëjmë. Mami ime u ngri menjëherë. Ajo hapi atë derë dhe pa një krijesë kaq të vogël, kaq të brisht, kaq të vetme, sa zemra ju thye në 2 copa njëkohësisht, një copë nga dhimbja dhe një copë nga dashuria, sepse dashuria nuk pret gjithmonë. Njëherë vjen si frymëmarrja e parë, e papritur dhe e pashmangshme. Kush e la? Pyeti ajo. Infirmiaja u ul zërin. Një vajzë e re, erdhi vetëm, lindi, nënshkroi një formular dhe u largua. Na tha se nuk mund ta mbante. Mami ime u kthye dhe shikoi babin tim. Ai e shikoi atë, dhe pas një fjalë, pas një diskutim, pas një plan, ata e dinin. Disa vendime nuk merren me mendje, merren me atë pjesë të shpirtit që nuk ka emër, por e di gjithmonë çfarë duhet të bëj. Ata e morën mua, dhe jeta ime filloi. Unë e rrita duke besuar se isha i dashur, jo i dashur sa të mjaftonte, por i dashur me atë intensitet të qendur dhe të plot, që ka vetëm prindërimin e vërtet. Mami ime, Zana, ishte grua më e ngrohtë që njoha, kishte duar të mëdha, të buta, duar që dinin si të ndreqnin çdo gjë, gjuhë të gjakosur, lot pa arsye, frik nga errësira. Babi im, Agim, ishte njeriu i heshtjes dhe i besimit. Nuk fliste shumë, por kur fliste, fjalët e tij kishin peshë. Nuk të thoshte të dua çdo ditë, por ta tregonte me çdo veprim, me çdo sakrificë të vogël, me atë mënyrë si heshti dhe qëndronte pranë teje, kur bota jashtë bëhej e zgjurmshme. Ata nuk ma fshihnin të vërtetën. Kjo është diçka për të cilën dua t'ju jem mirënjohës gjithë jetën.
Kur isha i vogël, shumë i vogël, sa mbaj mend copza, mami ime filloi të më tregonte me fjalë të thjeshta, me butësi dhe me durim, se kishte ekzistuar një nënë tjetër para saj. Nuk ma tha si diçka të trishtuar, ma tha si diçka të veçantë. Ti ke dy nëna, njëra të dha jetën, unë të dhash dashurinë. Atëherë nuk e kuptoja plotësisht. Si fëmijë, kur je rrëfuar nga ngrohtësia e shtëpisë, kur ke gjithçka, fare pak gjëra të duken si probleme të vërteta. Kisha shoqëri, kisha shkollë, kisha ëndra, kisha edhe atë pyetje të vogël që hiqte zë brenda meje her pas here, si zëri i dikujt të largët që thret emrin tënd, por kur kthehesh s'ka njeri atje. Kush ishte ajo? Pse u largua? A mendonte ndonjëherë për mua? Pyetje të tilla vinë natën, kryesisht, kur shtëpia hesht dhe zërat e jashtëm pushojnë, dhe je vetëm ti dhe mendja jote. Ato pyetje nuk janë gjithmonë dhimbshme, ndonjëherë janë thjesht kureshtike, por me vitet, ndërsa rritesa, ndërsa bëhesha njeri me historinë time dhe plagët e mia, ato pyetje fituan pesh, fituan inat her pas here, edhe trishtim, edhe atë lloj dëshire të çuditshme të parë fytyrat e atyre që nuk i ke parë kurrë, vetëm se ti tregosh se je mirë, ose ndoshta se nuk je mirë, dhe kjo është faji i tyre. Por unë po shpejtoj. Duhet ju tregoj gjithçka, ngadalë dhe me rend, sepse kjo histori ka shtresa. Ka gjëra të fshehura brenda gjërave të tjera. Ka të vërteta që ndryshojnë kuptimin e gjithçkaje kur i mëson shumë vonë. Fëmijëria ime ishte e mirë. Dua ta them këtë qartë dhe me bindje, sepse nuk dua t'ju krijoj idenë e gabuar. Nuk isha fëmia i trisht i adoptimit, ai personazhi filmave me sy të mëdhenj dhe zemër të thyer. Isha një djalë i zakonshëm, me problema të zakonshme dhe gëzime të zakonshme. Luaja futboll me fëmijët e lagjes, bëja detyrat e shtëpisë vonë dhe me ankesë, kisha frikë nga mësuesi i matematikës dhe kisha krashin e parë në klasën e tretë. Një vajzë me flokë të zinj të gjata, që qeshte shumë shpesh dhe buzëqeshja e saj më dukej si diçka nga një film tjetër, jo nga jeta jone zakonshme. Mami ime gatuante gjithmonë shumë. Shtëpia jon kishte gjithmonë erë ushqimi, byrek, tavë, gjell me mish, dhe dera e kuzhinës ishte gjithmonë e hapur, si ftesë e vazhdueshme. Babi im vinte nga puna i lodhur, por para se të ulej, gjithmonë kalonte dorën mbi kokën time, si rituali vjetër e i shenjtë. Ishim familje, ishim të vërtet, por kishte momente, sporadike dhe të papritura, kur diçka ndodhte brenda meje. Mund të ishte një bisedë e dëgjuar pa qëllim, dikush duke pyetur maman, ku i ngjan, babait apo ty, dhe mami ime duke qeshur dhe ndryshuar temën me shkaftësi. Mund të ishte fotografia e klasës, ku të gjithë kishin ngjashmëri me prindrit, dhe unë po shikoja veten duke mos gjetur asgjë të njohur. Mund të ishte thjesht pamja e fundit të diellit, kur gjithë ngjyrat bëheshin të çuditshme dhe mendja shkonte vetë diku tjetër. Atëherë ndihej si grop, e vogël, jo të thellë, por reale, si diçka që mungonte, jo si dhimbje, por si hapësirë bosh, si kthimi në shtëpi dhe gjetja domës tënde të rregulluar nga dikush tjetër. Gjithçka është aty, por diçka nuk është saktësisht si e ladhe. Nuk i flisja kurrë kësaj, jo mamas, jo babait, jo shokle. Ishte ajo lloj ndjenje që e mban për vete, jo sepse ke turp, por sepse nuk di si ta shpjegosh pa u dukur mosmirnjohës ndaj gjithçkaje të mrekullueshme që ke. Si mund të ankohesh kur je i dashur, si mund të tregosh boshllëk kur je i mbushur. E mbaja brenda, dhe ajo rritej ngadalë, me vite, pa zhurmë. Gjërat ndryshuan kur hyra në adoleshencë. Adoleshenca ka mënyrën e saj për të rikthyer gjithçka që ke fshehur, me interes. Bëhet si val që vjen nga thellësia dhe godet brigun me forcë, të godet gjatë natës, të godet kur je me shoqëri dhe pa pritur heshtesh, të godet kur shikon një film me familje dhe ndjen diçka në gryt që nuk është lot, por dëshiron të jetë. Fillova të bëj pyetje, jo publike, jo me zë të lartë, por pyetje të brendshme, të rripta dhe të vazhdueshme. Kush ishte ajo grua? Sa vjeç ishte atëherë kur më loni? A kishte zgjedhje? A kishte tjetur detyruar? A më kishte dashur mua? A kishte menduar ndonjëherë se ndoshta e kishte bërë gabim? Dhe mbi të gjitha, pse? Pse? Kjo fjalë e vogël me 4 shkronja ishte bërë gur i rënd brenda gjoksit tim. Çdo herë që mundoheshim ta sollnim temën, çdo herë që mami ime mundoi të fliste rreth saj me butësi dhe kujdes, unë ndjeja atë fjalë duke shtyr nga brenda, si diçka që kishte nevojë të dilte, por nuk dinte ku ta gjente daljen. Një herë ishte mbrëm vonë,
Mami ime dhe unë ishim ulur në kuzhinë dhe ajo po pinte çaj. Ishte nga ato net kur të dy nuk keni gjumë dhe ndjeni një farë rehatishme heshtimit. Dhe unë pa e planifikuar, pa e gatuar frazën, pa ditur se çfarë do të vinte pas, thash: "Mami, mendoj shumë për të." Ajo nuk bëri sikur nuk e kuptoi, nuk ndryshoi temën. Vendosi filxhanin poshtë, ngadalë, dhe e shikoi, me ato sytë e saj të ndritshëm dhe mrept, sy që dinin gjithmonë kur diçka kishte rëndësi. "E di," tha ajo, dhe kaq, 2 fjalë, por ato 2 fjalë kishin brenda tyre të gjithë mirë kuptimin e botës. Nuk ishte gjykim, nuk ishte frikë të dukshme, vetëm pranim. Nuk po I thesha të dua më pak ty, dhe ajo e dinte. "A ke ndonjëherë info, diçka, çfarë do?" Ajo u mendua. E shikoja si mendonte, si peshonte fjalët, si vendoste çfarë ishte koha e duhur dhe çfarë ishte shumë e hershme ose shumë e vonë. Ka pak gjëra, emrin, moshën atëhershme, qytetin, kaq më dolli spitali. Nuk ishte shumë. Emri ishte si dëgjuar I tingullit të parë të një melodie të vjetër, aq pak, por aq shumë njëkohësisht, diçka konkrete, diçka reale, jo vetëm një hije, jo vetëm një koncept, por një emër. Njeriu me emër ekziston, njeriu me emër ka histori, dhe atë natë për herë të parë me ndërgjegje të plot, vendosa se një herë, kur të kisha moshën dhe guximin e duhur, do ta kërkoja atë histori. Jo nga ina, jo nga nevoja për t'i thënë ndonjë gjë, por sepse njeriu ka të drejtë të dinë nga vjen, ka të drejtë të shikojë pas vetes dhe të shohë rrugën, jo vetëm destinacionin. Vitet e shkollës së mesme kaluan me shpejtësi dhe me turbullir. Kisha miq të mirë, kisha interesa, kisha atë energji kaotike të rinis që të bën të besosh se je I pavdekshëm dhe gjithçka është e mundur njëkohësisht. Babi im filloi të kishte probleme shëndetësore, jo serioze atëherë, por alarmuese, dhe familja jon kaloi një periudhë ankthi të qetë. Ai lloj ankthi që jeton nën sipërfaqe dhe bën çdo ditë pak më të rënd, pa e kuptuar menjëherë pse. Nuk e dija atëherë sa shumë do t'i mungoja atij. Nuk e kuptoja sa I rëndësishëm ishte prania e tij e heshtur. Ajo dorë mbi kokë, ai buzëqeshje e vogël kur vija në dhomë. E merrnim si të garantuar, si ajrin, nuk e mendoje, thjesht ishte atje. Studimi më çoi larg shtëpisë. Kjo gjithashtu ishte e vështirë, por me mënyrën e vet të bukur. Largohesh nga familja, po zbulon veten. Largohesh nga shtëpia, por e mban shtëpinë brenda. E kuptova pas pak se kur hesht brenda dhomës studentore dhe dëgjon heshtjen e re të një qyteti tjetër, atëherë fillon të dëgjosh zërat e vetes. Fillon të kuptosh çfarë do ti, jo çfarë duan të tjerët për ty. Dhe unë, në atë heshtje, nisa ta ndjeja sërish atë grop të vjetër. Tani me peshë të re, me mosh, me pyetja më të thella. Fillova të kërkoj. Fillimisht I hutuar, me frikë, duke I bërë vetes pyetje si: kur ta gjej, çfarë I them? Si mund t'i shpjegoj 20 vjet heshtje nga 2 anë? Por kur heshtja ishte më e fortë se frika. Gjithmonë ka qenë. Nuk kishte internet I mirë atëherë si sot. Nuk kishte rrjete sociale ku mund të gjeje dikë me disa klikime. Kishte emra, kishte adresa, kishte telefonatat e zgjatura dhe letrat shkruara me dorë. Kishte t'i kërkonit burimeve zyrtare, kishte pritje javore, kishte mbyllje dyersh dhe kthim prapa. Por kisha kohë, dhe kisha vendosmëri, dhe kisha atë emër. Fillova të ndërtoj imazhin, historinë, kontekstin, si arkeolog që gërmon ngadalë dhe me kujdes, duke e guajtur çdo copës, duke mos e shkatruar asgjë me nxitim. Dhe me çdo gjë që zbuloja, pyetja pse bëhej njëkohësisht më e lehtë dhe më e rëndë, sepse po dal ngadalë merja të dhëna, fragmente, dhe fragmentet, kur I bashkon, bëjnë imazh, dhe imazhi nuk ishte ajo çfarë kisha menduar. Do t'i tregoj diçka që nuk e kam treguar kurrë publikisht, diçka që e mbajta për vete me vite, sepse nuk dija si ta ktheja në fjalë pa u dukur keqbërës ndaj kujdo. Kur fillova të kuptoja fragmentet e jetës së asaj gruaje, në nësime biologjike, fillova gjithashtu të ndërtoj urrëtie. Një urrëtie të qetë, të ftohtë, të organizuar, jo si zjarr, por si akull. Dhe akulli ka mënyrën e vet si të dëmtoj, ngadalë, pa bujë, duke depërtuar brenda çdo gjëje. E urreja për largimin, e urreja për heshtjen, e urreja për faktin se ndoshta kishte vazhduar jetën pa u kthyer asnjëherë, ndoshta kishte pasur fëmijë të tjerë,
Ndoshta kishte qenë e lumtur. Ndoshta kur nuk ishte qëndruar zgjuar natën të menduar. Ku është ai fëmijë? Si është? A është mirë? Kjo mendim, ai ndoshta nuk e ka menduar asnjëherë, ishte ai që më dhemte më shumë. Sepse të gjitha humbjet e tjera mund t'i falësh, mund t'i kuptosh, mund t'i gjesh shpjegime, mund t'i vendosësh brenda kontekstesh, por nëse dikush ka jetuar me lehtësi, pa peshën tënde, ndërkohë që ti ke mbajtur peshën e tyre, kjo është ndryshe. Kjo të godet ndryshe. E ushqeja të urrejtje pa e kuptuar plotësisht. E lejoja të rritej, të merrte formë. Ndërtoja skenare në mendje, atë ditë kur do ta gjeja, kur ti thoja të gjitha fjalët e ashpra dhe të drejtë për drejta, kur ti tregoja çdo gjë që kisha hekur dhe ajo nuk e dinte. Do t'i thosha, unë mi mbijetova, pa ty, sepse kishte njerëz të tjerë, njerëz të vërtet, që bën atë që ti refuzove të bëje. Por asnjëherë nuk ndodhi kështu, sepse jeta ka mënyrën e vet për t'i komplikuar skenaret e thjeshta. Dhe gjëja e parë që e komplikoi gjithçka ishte babai im. Smurja e tij u keqësua. Nuk do të hi në detaje mjekësore, sepse ato i takojnë atij dhe familjes son. Por ato muaj që ai ishte i dobët dhe i lodhur, kur shtëpia jon kishte erë ilaçesh dhe shpresash të kujdesshme, unë u ktheva në shtëpi. Lash gjithçka dhe u ktheva. Dhe gjatë asaj periudhe, dikur natën kur ishim vetëm ai dhe unë, ai në dha ndonjë arsye të dukshme filloi të fliste. Nuk isha pritur. Babai im, njeriu i pak fjalëve, i heshtjes dhe i veprave, u hap natën e vonë si diçka që ishte ruetur shumë gjatë brenda, diçka që i kishte nevojë të dilte para se të ishte të vonë. Më tregoi për ditën që e gjetën mua, por ndryshe nga mami ime. Mami ime tregonte me butësi dhe me ngrohtësi, si histori dashurie. Babai ime tregoi me emocione më të komplekse, me atë lloj qartësie që kanë njerëzit që janë pas sëmundjes dhe nuk kanë më kohë për të zbukuruar gjërat. Ka menduar shumë herë se çfarë guximi duhet pas ketë ajo gruaj. Të lerë fëmijën jo sepse nuk e donte, por sepse mendoi se ishte zgjidhja e vetme. E shikova. Ti beson se ishte guxim? Nuk di çfarë ka qenë, por di se njeriu nuk e le fëmijën me lehtësi. Diçka e madhe duhet ndodh brenda, diçka që nuk e shohim ne nga usht. Ato fjalë mbeten, si far që bie mbi tokë dhe pret. Nuk mbie menjëherë. Pret sezonin e duhur. Babai i mushërua, jo plotësisht, jo si dikur, por mjaftueshëm, dhe unë u ktheva te studimi, te jeta ime, te ajo kërkimi ngadalë dhe i kujdesshëm që kisha filluar. Por diçka kishte ndryshuar. Fjalët e tij ishin bërë pjesë e asaj fushate brendshme, jo si justifikim, por si pyetje shtesë. Ndoshta pse nuk ishte vetëm një përgjigje, ndoshta kishte shumë, ndoshta historia nuk ishte kaq e thjeshtë sa mendoja. Komuniteti të vogël ku kisha filluar të kërkoj. Njerëz që dinin pjesë të historive të tjerëve, pa e ditur se ato histori kishin lidhje me mua. Një grua e moshuar, nuk do t'i jap emrin sepse nuk e ka dhënë vetë me dëshirë, më tha diçka pa e menduar mirë. Ishte duke folur për familje të ndryshme të zonës dhe, si rastësisht, si diçka pa rëndësi, tha: "Po ajo vajza që lindi fëmijën vetëm me vetme, pa burrin, ai ishte nga jashtë, e dini si e thonin?" Ndalova. "Cila vajzë?" Ajo u ndal. E kuptoi se kishte thënë shumë ose shumë pak. Shikoi mua me kujdes, si njeri që peshon. "Ke qenë duke kërkuar," tha ajo, jo si pyetje. "Po," ju përgjigja. Heshtje e gjatë. Pastaj, "Emrin?" I dhash emrin. Ajo mbylli syt një moment. Pastaj tha: "Ajo vajzë nuk e la fëmijën sepse nuk e donte. Nuk ta them historinë, nuk e di gjithçkaje, por dia mjaftueshëm për të thënë, ajo grua vuajti shumë. Kaq. Aq na dha. Dhe dolëm dhe nuk u kthyem atë ditë. Por brenda meje, ajo gope vjetër kishte marrë formë tjetër. Nuk ishte më thjesht bosh, kishte filluar të mbushej me gjëra, me shtrese, me mundësi, me histori që nuk i njihja ende, por i ndjeja diku, si hije në periferi të syrit që nuk i sheh kur kthehesh direkt. Ju ktheva jetës. Kjo duket e çuditshme të thuhet, si ju ktheve jetës ndërkohë që po shikoje të kaluarën, por ashtu funksionon. Nuk mund të jetosh vetëm në kërkim, duhet jetosh edhe jashtë ti. Mbarova studimet, fillova punën, u dashurova, pash dashuri që vinë dhe dashuri që ikin. Mësova si është të presësh dhe si është të lësh. Ndërtova shtëpinë time, rutinën time, hapësirën time.
Bëra miq që u bën familje e zgjedhur. Ata miq që janë atje jo sepse i lidh gjaku apo historia, por sepse i lidh zgjedhja dhe besimi. Dhe çdo herë që e mendoja, atë histori, atë kërkim, atë emër, e ndija si diçka tjetër. Jo urrëtie, jo boshllëk, diçka ndërmjet. Kur e shtrije stërpjekur, dhimbje e qetë, pyetje pa zë. Her pas here mundoheshim të ecnim pak para. Kisha mbledhur disa informacione, kisha bërë disa telefonata, kisha kontaktuar disa burime. Gjeografia ngushtoi ngadalë, nga rajoni i gjerë, te qyteti, te lagja, te ndoshta familja. Por gjithmonë diçka ndërpriste. Gjithmonë kishte mur, dikush që nuk donte të fliste, dikush që nuk kishte informacion, dikush që kishte informacion, por kishte frikë ta ndante. E lasht pushonte. Jo për gjithmonë, thjesht e lasht pushonte. Disa histori kanë kohën e tyre, nuk mund t'i detyrosh. Dhe pastaj ndodhi diçka që nuk e kisha parashikuar. Diçka që e ktheu të gjithën si për poshtë. Jo sepse ishte ajo grua, por sepse ishte babi im adoptues, Agimi. Vdiq. Jo pa pritmas, jo me dhimbje, me qetësinë e tij të zakonshme, të rrethuar nga ne të gjithë, në shtëpinë ku kisha rritur, me erë kafeje të mëngjesit. Shikoj secilin prej nesh, ndaloj tek unë, buzëqeshi me atë buzëqeshjen e tij të vogël dhe të matur, dhe u largua. Dhimbja e saj humbjes nuk ka fjalë të mjaftueshme. Nuk ka gjuhë njerëzore që ta mbyll atë lloj boshllaku. Babi im kishte qenë themeli i qetë i gjithçkaje. Ajo prani që nuk e shikon derisa nuk është më, dhe pastaj, pa pritmas, gjithçka dridhet sepse themeli ka shkuar. Mami ime u bë e brisht njëkohësisht. E shikoja si ngushllonte dhe nuk lejohet të ngushëllohej, sepse e dija, dhimbja e saj ishte 10 herë më e madhe se imja, dhe ajo kishte vendosur ta mbante qetë si mbrojtje për ne. Ato muaj pas humbjes ishin të rëndë dhe çuditshme. Kohë dyfisht ngadalë, ditët zgjateshin, por javët kalonin pa njeshëm. Gjumsha keq, mendoja shumë, flisja pak, dhe brenda asaj trishtimi, brenda asaj periudhe ku gjithçka ishte e zhveshur nga shtresat e zakonshme, unë ndjeva sërish atë kërkim të vjetër duke shtyr brenda, si nëse humbja e babit tim kishte hapur një derë tjetër, si nëse njëri boshllëk kishte zgjuar boshllëkun tjetër. Fillova të mendoj, nëse nuk isha gjetur atë grua kur babi im ishte gjallë, nëse nuk isha marrë përgjigjet e mia kur ai mund t'i kishte dëgjuar bashkë me mua, a ishte tani tepër vonë? A kishte humbur ajo mundësi? Dhe çuditërisht, ky mendim nuk më bëri të qaja, më bëri të vendosem, jo nga zëmrimi, jo nga nevoja të provoj diçka, por sepse ndoshta ishte koha, ndoshta ai kishte larguar dhe kishte lënë pas vetes diçka si detyrë, ti mbaroj ato gjëra të pambaruara, ti ndriçoj ato cepa të errta, ti bashkoj pjesët e historisë time. Ashtu siç e kishte thënë ai vet, diçka e madhe duhet të ndodh brenda, diçka që nuk e shohim ne nga jashtë. Ndoshta ishte ardhur koha të shihja brenda. Rikthimi im tek kërkimi ishte ndryshe këtë herë. Nuk isha student i ri me kohë dhe ankth. Isha njeri i pquar, me plag dhe me kuptim. Dija çfarë doja dhe dija pse e doja. Dhe kisha mbi të gjitha durimin e atyre që kanë humbur diçka të rëndësishme, dhe e din se jo çdo gjë fitohet me shpejtësi. Fillova sistematikisht. Ndërtova rrjetin e informacioneve të vogla që kisha mbledhur me vite dhe i vendosa bashk si puzzle. Emri, qyteti, mosha e atëhershme, ato disa fjalë të gruas së moshuar. Kontaktova njerëz të ndryshëm, jo me presion, por me qartësi. Unë jam duke kërkuar dikë. Nuk kam urrëtie, nuk kam kërkesa ligjore, nuk kam qëllim konflikti. Dua vetëm ta njoh historinë time. Kjo ndershmëri hapi dyer. Njerëzit i ndjejnë qëllimet. Kur nuk ke inat, kur nuk ke kërkesë toksike, kur ke vetëm atë nevojë të thjesht njerëzore për të kuptuar, shumë njerëz janë të gatshëm të ndihmojnë. Javë muaj kaluan, dhe pastaj, një ditë, jo një ditë dramatike, jo me shi apo erë, thjesht një të mërkurë të zakonshme me diell të lagët. Mora një mesazh. Nuk ishte letër, nuk ishte telefonat, ishte diçka e shkurtër, e shkruar me kujdes, si njeriu që ka rishkruar çdo fjalë shumë herë para se ta dërgoj. 2 rreshta, vetëm 2 rreshta, por brenda tyre kishte peshën e 25 vjetëve. Mendoj se po kërkon dikë. Nëse je ai që mendoj, dua të flas. Jo sepse dua diçka, sepse kam pritur shumë gjatë. Lexova ato fjalë 10 herë, 20 herë.
I ndjeva si tinguj muzike të vjetër, njohëse dhe të huaja njëkohësisht. Dorë tërhiqte drejt telefonit, dorë tjetër tërhiqte prapa, zemra ndërmjet, duke bërë punën e saj të vështirë. Nuk ju përgjigja me njëherë, kisha nevojë për një ditë, vetëm një ditë, për të ulur gjithë shka, për të ndjekur mendimin deri në fund, për të vendosur llojin e njeriut që doja të isha në atë bisedë. Jo hakmarrës, jo i ftohtë, por as i hapur si libër i pambrojtur, sepse kisha mësuar se zemra ka nevojë për kohë, por edhe për mbrojtje. Ju përgjigja, thash vetëm, I jam unë. Ajo përgjigje hapi një shkëmbim mesazhesh të gjatë, të ngadalt, të kujdesshëm. Asnjëri prej nesh nuk nxitoi, ishte si dy njerëz që ecin drejt njëri tjetrit mbi një urë shumë të hollë, çdo hap me vëmendje, çdo fjalë peshuar. Ajo nuk u justifikua me njëherë. Kjo ishte gjëja e parë që vura re. Nuk erdhi me shpjegime gati, nuk erdhi me histori të bëra të mira paraprakisht. Erdhi me pyetje për mua, si isha, nëse kisha qenë mirë, nëse kishte qenë dikush pranë meje. Dhe kjo, çuditërisht, ishte gjëja që më preku më shumë. Jo fjalët e mëdha, jo rrëfime dramatike, por ajo pyetje e thjesht, a ke pasur dikë pranë? Po, ju përgjigja. Prindrit më mirë që mund të kishte imagjinuar dikush. Heshtje I gjatë në bisedë. Pastaj, jam e lumtur, shumë e lumtur, dhe fillova të besoj se ndoshta ajo ishte e vërteta, sepse kur dikush thot, jam e lumtur, për lumturinë tënde, pa kërkuar asgjë për veten, kjo ka peshë tjetër. Mësuam pak nga pak njëri tjetrin, jo me nxitim, por me ritmin e njerëzve që kanë kohë të humbur dhe nuk duan ta humbin edhe kohën e mbetur. Ajo ishte larg, jetonte në qytet tjetër, jo në ashtë vendi, por mjaftueshëm larg për ta bërë takimin diçka që duhej të vendosej, jo diçka që ndodhte rastësisht. Dhe pastaj, pas vjesh bisede, ajo tha, dua të vi. 3 fjalë, si 3 goditje të lehta mbi derë. Vendosa të leja, jo me lehtësi, me shumë mendim, me bisedë të gjatë me mamin time, me net pa gjumë ku shfletoja gjithë mundësitë emocionale si faqet e një libri që nuk e di si mbaron. Mami ime, zana ime e mrekullueshme, u ul pranë meje dhe tha gjën që vetëm ajo mund të thoshte. Biri im, nëse ti ke nevojë ta shohësh, shko, dhe nëse pasaj ke nevojë të qash, kthehu tek unë, sepse unë jam këtu, gjithmonë jam këtu. Ajo grua, ajo zemre madhe, kur nuk e bëri për rivalitet, kur nuk e ndjeu si kërcënim, e dinte mirë se ajo ishte nëna ime, jo biologjia, por dashuria, jo gjaku, por çdo natë zgjuar dhe çdo gjuhë I lidhur, dhe çdo herë që kishte qëndruar. I thash po gruas tjetër, I thash, eja. Ditën para ardhjes së saj nuk flija, e shikoja tavanin dhe mendoja gjëra absurde, si çfarë të vesh, a duhet të gatuaj diçka, ç'kuptimi ka bukuria e shtëpisë kur hyn brenda e kaluara jote. Mendoja si do ta njihja, nuk kishim shkëmbyer foto, kjo ishte vendimi im. Doja ta shihja drejt për drejti, jo nëpërmjet ekranit. Doja që çasti I parë të ishte I vërtet, jo I paraprir nga imazhet para. Kisha krijuar imazhe njëkohësisht. Kisha imagjinuar grua të shumë llojeve, të ftohta, të ngrohta, të penduara, të indiferente, të thyera, të forta. Ishte munduar të mos ngrinë asnjë imazh, të mbetesha I hapur, por mendja nuk bind lehtë. Mëngjesi erdhi I rënd me diell. Hëngra pak, piva kafe ngadale. Ula pranë dritares, qyteti jashtë bënte jetën e tij të zakonshme, njerëz kalonin, makinat ndaloseshin, dikush sheste diçka, dikush blinte, e gjithë kjo normalitet ndërkohë që brenda meje ishte ortej I qetë. Dhe pastaj, 3 herë, ngadalë. Trokatje. Unë ngrita, hapa derën. Dhe aty ishte. Grua jo shumë e gjatë, me flokë të errta ku kishte filluar të vije pak të bardhë, me sy. Ata sy, me sy që e njoha me njëherë pa e ditur pse. Jo sepse I kisha parë më parë, por sepse ishin si të mitë, I njëjti ngjyrë, I njëjti formë, I njëjti lloj shikimi të thellë dhe pak I trisht. Ishte si të shije pasqyrë dhe njëkohësisht të shije dikë krejtësisht të huaj. Duart dridheshin, jo shumë por vura re, dhe buzët e saj lëvizën pak, si dikush që ka ushtruar fjalën shumë herë dhe tani, kur ka ardhur çasti, fjalët nuk vinë në radhën e duhur. Unë jam nëna jote, tha ajo, dhe bota unë dal. Nuk e di sa zgjati ajo heshtje.
Mund të kenë qenë sekonda, mund të kenë qenë shumë më shumë. Koha bën gjëra të çuditshme në momente të tilla. Shtrihet dhe të kurret sipas nevojave të zemrës, jo sipas orës. E shikova. Ajo më shikoi. Asnjëri nuk bëri lëvizjen e parë. Dhe pastaj, dhe kjo nuk e kisha planifikuar, dhe nuk e kuptoj plotësisht as sot, ju thash, hyr brenda. Jo, mirë se vjen. Jo, kush je ti të vish tani. Thjesht, hyr brenda. 2 fjalë të thjeshta, si të hapësh derën e shtëpisë dikujt që ka qenë i ftohtë jashtë, jo sepse e meriton ngrohtësinë, as sepse nuk e meriton, thjesht sepse jashtë ishte ftohtë dhe brenda kishte hapësirë. Hyri. U ul ku i tregova. Unë bëra kafe. Nuk e di pse bëra kafe, ndoshta sepse duart duhet të bërin diçka, ndoshta sepse kafe do të thotë mbetemi pak, jemi njerëz, kemi kohë. U ulëm përballë njëri tjetrit dhe filloi historia e vërtetë. Ajo filloi të fliste, ngadalë, me zë të ulët dhe të kujdesshëm, si dikush që hap një shishe të vjetër dhe pret të shohë çfarë del brenda. Më tha se kishte qenë e re, shumë e re, tepër e re për atë që i kishte ndodhur. Kishte qenë vetëm, pa mbështetje, pa familje pranë. Babai im biologjik kishte qenë njëri që premtonte shumë dhe dhënte pak, njëri që kur kishte kuptuar se do të bëhej baba, kishte zgjedhur të largohej. Jo me bujë, jo me skandal, me heshtje, me zhdukje graduale, si tym. E kishte lënë atë vetëm, me barkun dhe me frikën dhe me presionin e një familje që nuk e pranonte, të një shoqërie që gjykonte, të një bote ku vajza e re dhe e vetme me fëmijë pa burr ishte diçka për t'u fshehur, jo për t'u mbrojtur. Nuk kisha ku të shkoja, tha ajo. Nuk kisha asnjë. Nuk e pyeta menjëherë pse nuk kishte luftuar, nuk e pyeta pse nuk kishte gjetur rrugë tjetër, sepse po e dëgjoja dhe po kuptoja, jo me mendje, por me atë pjesë të shpirtit që njeh dhimbjen, pa pasur nevojë të shpjegohet. Ajo kishte 19 vjeç. 19 vjeç, vetëm, e braktisur nga njeriu që duhet të qëndronte, e rrethumar nga gjykime, të trembur dhe e humbur, dhe kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së saj, jo vendimin e dëshirës, por vendimin e çastit të fundit kur nuk ke asgjë tjetër. Kur të lash, tha ajo, dhe zëri i saj u thye lehtë. Mendova se të jap shansin e vetëm, nuk të jap babë dhe nën, nuk të jap familje, por të jap mundësinë. Mundësinë që dikush tjetër, dikush me burime dhe me dashuri dhe me stabilitet, ta ketë atë fëmijë dhe ta dojë si unë nuk mund ta doja atëherë. Heshtje. Pastaj unë. A ke qenë e sigurt se do të ndodhte? Jo, kur nuk isha e sigurt. Kjo ishte gjëja më e vështirë. Të lesh pa dije, të largohesh pa ta ditur fundin e historisë. Biseda jonë e parë zgjati shumë orë. Doli dielli mesditës, kaloi, filloi të zbehej. Ne pinim kafe të dytë, të tretë, hëngrëm diçka të vogël. Nuk ishte bisedë dramatike me lot të vazhdueshëm dhe me fjalime të mëdha. Ishte bisedë e vështirë dhe e qetë njëkohësisht. Ai lloj bisede ku dy njerëz po mësojnë me realitetin e ri, po testojnë fjalët, po shikojnë çfarë ndodh kur thonë gjërat me zë të lartë. I tregova jetën time, jo të gjithën, jo në fillim, por ato gjërat kryesore, prindrit e mi, shtëpinë, fëmijërinë, studimet, mamën time Zanën dhe babin tim Agjimin. Sa i mirë ishin, sa i madh ishte boshllëku që kishte lënë Agjimi pas vdekjes së tij. Kur tha emrin e babait tim, ndaloj. Ishin njerëz të mirë? Ishin njerëzit më të mirë, ju thash me qartësi. Dhe ajo për herë të dytë tha, jam e lumtur, por këtë herë me lot. Ato lot nuk ishin performancë, ishin lehtësim. Ishin 25 vjet ankthi të mbajtur, 25 vjet pyetje të fshehur. A është i mirë? A ka dikë? Dhe tani dinte. Para se të largohej atë ditë, pati diçka tjetër. Diçka që nuk e kisha pritur dhe nuk e kisha imagjinuar. Ajo hapi çantën dhe nxori diçka të vogël, një zarf të vjetër, të verdhosur nga koha, pak të thyer në skajet. E mbante me kujdes, si diçka të brisht. Këtë e mbajta me vite, tha. E shkrova shpejt atë ditë, para se të largoheja nga spitali. E kam mbajtur gjithmonë, e kam rilexuar shumë herë, dhe kur nuk kisha mundësinë ose guximin ta dorëzoja. I apriti zarfin. Mbi të, me shkrim dore të vogël dhe të ngushtë, shkruaj vetëm, për ty, kur të rriturit. Nuk e hapa atje, me të pranishme. Isha i sigurt se nëse e hapja atëherë do të humbisja kontrollin mbi veten dhe nuk isha gati për atë. Kisha nevojë të isha vetëm me ato fjalë.
Ajo e kuptoi. Nuk tha asgjë. Vetëm u ngrit, veshi xhaketën dhe para se të dilte u ndalua te dera dhe u kthye. Nuk kërkoj të bëhem nëna jote, tha. Ajo pozicion është i zënë dhe është zënë nga dikush shumë më i mirë se unë. Kërkoj vetëm, nëse mundesh, të mos më urresh. E shikova dhe kuptova se atë moment ai mos më urresh ishte gjëja më e vogël dhe njëkohësisht gjëja më e madhe që mund të kërkonte. Nuk të urrej, ju thosh. Nuk të kam urryer prej kohësh. Dhe kjo ishte e vërteta. E kishte mbozur vendin, ajo urrëti e vjetër, e kishte lënë vend diçkaje tjetër. Jo dashurie ende, jo besimit ende, por asaj hapësire neutrale dhe të ndershme, ku mund të fillosh të ndërtosh. Ajo doli. Dera u mbyll pas saj, dhe unë u ula në atë koltuk me zarfin e verdhosur mbi gjunjë dhe qava. Jo nga dhimbja, jo nga gëzimi, nga të dyja bashk, të përzira në atë mënyrë që vetëm zemra njerëzore mund t'i mbajë njëkohësisht. Zarfin e hapa natën, vetëm, me llampën e vogël të ndezur. Letra brenda ishte shkruar me nxitim, shkrimi i luhatshëm, disa fjalë të fshira dhe rishkruara, duke i shkruar nga dora e dikujt që kishte qarë ndërkohë që shkruante. Fillonte kështu: Fëmia im, nuk di nëse do ta lexosh ndonjëherë këtë. Nuk di nëse do të jesh mirë, nëse do të kesh dashuri, nëse do të kesh dikë. Nuk di asgjë, dhe kjo mosdituri është gjëja më e rëndë që kam mbajtur ndonjëherë. Ndalova. Frymëmora thellë. Vazhdova të lexoja. Dhe me çdo rresht, çdo fjalë, çdo gabim drejt shkrimi nga lotët e atëhershme, kuptoja gjithnjë më shumë se historia kishte shtresa që nuk i dija. Kishte diçka brenda asaj letre, diçka që ajo ma kishte fshehur atë ditë. Ndoshta nga frika, ndoshta sepse nuk ishte gati, ndoshta sepse disa të vërteta kanë nevojë të vinë me kohën e tyre. Letra fliste për një sekret. Sekret i madh, sekret që ndryshonte jo vetëm të pasuarën, por edhe të tashmen. Sekret që kishte mbajtur vetëm për 25 vjet. Dhe tani ai sekret kishte ardhur te dera ime. Letra ishte e gjatë, shumë faqe, të shkruara me të dy anët, me shkrim që fillonte e rregullt dhe bëhej gjithnjë më të çrregullt ndërsa faqet kalonin. Si nëse emocionet kishin shtuar peshë mbi dorën që shkruante, duke e bërë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e penës drejt. E lexova ngadalë. Lexoja një paragraf, ndalova, frymëmora, vazhdova. Nuk ishte lexim i zakonshëm. Ishte diçka tjetër, diçka që i ngjante me gërmimin kujdesshëm të tokës mbi një gjë të fshehur, kur çdo shtresë të afron pak më shumë, por edhe të bën pak më të frikshëm se çfarë mund të gjesh. Faqet e para ishin ato që mund të prisje. Fjalë dashurie të dhimbshme, fjalë lëshimi, ato lloj fjalësh që shkruhen kur zemra është e thyer dhe mendja nuk ka kapacitet për filozofi apo arsyetim, vetëm ndjenje pastër, e papunuar, e rënd. Ajo shkruante për çastet e fundit në spital. Shkruante se si kishte qëndruar ulur pranë krevatit tim, se si kishte shikuar dhe shikuar dhe shikuar, si nëse donte të memorizonte çdo detaj, çdo vit të vogël të fytyrës time të re. Shkruante se si dora e kishte lëvizur vetë drejt kokës time, dhe si ishte tërhequr me një herë, sepse po të prekte edhe një herë tjetër, po të ndjente edhe një herë ngrohtësinë asaj lëkure të imtë dhe të brisht, nuk do të mund të largohej. Kështu shkruante ajo. Nëse të preka edhe një herë, nuk do të ikte asnjëherë, dhe nuk i ka unë atëherë, por do të ikte gjithçka e jotja, çdo shans, çdo mundësi, çdo rrugë drejt diçkaje më të mirë. Kështu mendoja unë. Mos e di nëse kisha të drejtë. Ajo pyetje e fundit, mos e di nëse kisha të drejtë, e lexova 3 herë. Kishte brenda saj gjithë mosbesimin e 25 vjetëve, gjithë ato momente kur ndoshta kishte dyshuar, ndoshta kishte menduar ndryshe, ndoshta dhimbja e kishte bërë ta rishikonte vendimin. Dhe ajo pyetje nuk kishte marrë përgjigje kurrë, sepse nuk kishte guxuar ta pyeste njeriun e vetëm që mund t'i jepte. Vazhdova. Faqja e 5 ishte ajo ku gjërat ndryshuan. Jo gradualisht, menjëherë. Njëra fjali dhe gjithçka u kthye ndryshe. Shkruante. Ka edhe diçka tjetër që duhet ta dish. Diçka që nuk ta kam thënë sot sepse nuk dija si. Sepse jam frikacake ndoshta, ose sepse ajo e vërtet ka nevojë për kohën e vet. Por nuk mund ta lë brenda kësaj letre pa ta thënë, sepse nëse nuk ta them unë, nuk do ta dish kurrë, dhe kjo gjë e vetme, ndoshta ka rëndësi për ty. Ndalova. Lexoja çdo fjalë veç e veç, duke mos nxituar, duke mos lejuar veten ta kalonin me sy para se ti kishte kuptuar.
Ti nuk je I vetmi. 4 fjalë. 4 fjalë të vogla, dhe toka në këmbë ndryshoi. Ke një vëlla, ose një motër, nuk e di nëse do ta dish kurrë, lindi pas teje, shumë vjet pas teje nga unë, por nga bab tjetër, dhe atë fëmijë e mbajta, jo sepse të doja ty më pak, por sepse atëherë kisha ndryshuar, kisha burr, kisha shtëpi, kisha atë stabilitet që se kisha pasur me ty, dhe mbajta atë fëmijë, dhe çdo ditë nga ajo ditë e tutje, kjo gjë ka jetuar brenda meje si diçka pa emër, nuk është turp, nuk është faj I drejt për drejt, është diçka tjetër. Është ajo lloj dhimbjeje e veçantë e nënave që kanë pasur 2 jetë paralele dhe e dinë se njëra prej tyre nuk do ta di kurrë për tjetrën. Nëse ke vullnet, nëse dëshiron, tani ta them. Tani jeni madhor të dy, tani mund të vendosni vetë. Letrat binin nga duart e mia para se ta kuptoja. Jo metaforikisht, fizikisht. Duart u çliruan dhe letra shkoi, dhe unë ndjeva si rënjen e saj, atë tingull të lehtë të letrave mbi dysheme, si diçka shumë e rëndë, kishte rënë shumë ngadalë. Qëndrova ulur pa lëvizur. Kishte vëlla ose motër. Dikush nga gjaku I njëjtë, dikush tjetër që kishte rritur ajo grua, jo e lënë, jo e dhënë, por e mbajtur. E dashur hapur, me emër, me histori, me foto familjare dhe me krishtlindje dhe me ato gjëra të zakonshme të jetës familjare që unë kurrë nuk I kisha pasur me të. Kjo ndjenja e re dhe e çuditshme nuk ishte urrejtje. As xhelozi, ndonse ndoshta kishte edhe pak nga ajo në thellësi. Ishte diçka tjetër. Ishte ai lloj çorjontimi I thellë kur zbulon se mapa e botës sate ka qenë pasakt, kur vendet që mendoje se I dije janë ndryshe nga çfarë ke pasur në kokë. Kisha vëlla, ose motër, dikush I gjallë, dikush real, dikush që ndoshta nuk dinte fare se ekzistoja. A e dinte? A ja kishte treguar ajo grua? A kishte rritur atë fëmijë me heshtjen e historisë sime, ashtu siç familja ime kishte rritur mua me historinë e hapur? Ose edhe atij, ose asaj, I kishte fshehur gjithçka? Pyetjet vinin si val, secila sillte tjetrën, secila kishte brenda saj nevojën e vet të ngutshme për përgjigje. Nuk feta atë natë. Doja ta telefonoja atë moment, të njëjtin çast, dhe t'i thosha: "Çfarë nën kuptonte ajo letër? Kush është? Ku është? Pse nuk ma the kur ishe këtu?" Por ndalova veten, sepse di si janë bisedat e mëngjesit parë të bëra natën vonë me zemër të shqetësuar. Nuk janë biseda, janë shfrymje. Dhe unë nuk doja shfrymje, doja të vërteta. Prita deri në agim. Prita derisa drita e mëngjesit filloi të lypej nëpërmjet perdeve dhe qyteti jashtë filloi të zgjohej me tingujt e tij të njohur. Vetëm atëherë mora telefonin. Ajo u përgjigj shpejt, shumë shpejt për orën që ishte. Kjo do të thotë se nuk kishte fjetur as ajo. Lexova letrën. Heshtje gjatë në linjë. Pastaj zë I mbutur, I lodhur. E dija se do të telefonoje natën. A di ku është? Drejt për drejti, pa hyrje. Po, një fjalë. Dhe ajo fjalë kishte brenda saj e gjithçka, konfirmimin, konfliktin, peshën e saj. A di për mua? Vazhdova. Heshti akoma. Pastaj, jo, nuk I kam thënë. Kjo ishte goditja e dytë. E para ishte ekzistenca, e dyta ishte heshtja. Kishte një fëmijë tjetër, tani I rritur, si unë, që nuk dinte, që kishte jetuar tërë jetën pa e ditur se diku tjetër ekzistoja. Dikush që kishte të njëjtin gjank nëne biologjike, dikush lidhur me mua me atë fijen të padukshme dhe shumë real njëkohësisht. Pse? Pyeta. Kjo fjala e vjetër, ajo grop e vjetër, vazhdonte të kthehej, me forma të reja, me kontekste të reja, por gjithmonë ajo vetë. Sepse kisha frikë se si do ta priste, frikë se do ta pyeste pse atë dhe jo ty, frikë se nuk do ta kuptonte, frikë se do të ndihej. Si unë, ndërpreva, si unë ndjeva. Heshtje gjatë në linjë. Po, saktësisht si ti. Biseda jonë zgjati deri vonë. Gjërat u thanë, disa me zë të qartë, disa duke u luajtur midis rreshtave. Mësova për fëmijën tjetër, mësova emrin, moshën, qytetin ku jetonte. Ishte e re, disa vjet më e re sa unë, djali gruas tjetër dhe burrit të saj, I rritur në familje të plot, me jetë të mirë me sa dukej nga jashtë, por nuk dinte se kishte vëlla. Dhe ajo grua, nëna jon biologjike, ishte ulur mes 2 botëve me vite,
duke mbajtur sekretin si pesh solitudje, duke mos ditur si ta bashkonte atë që kishte ndarë. I thash atë natë diçka që e mendova shumë para se ta thoja. Kjo vendim nuk është yti, nuk mund të vendosësh ti nëse unë takohem ose jo me atë person, por duhet i tregosh, duhet i japësh mundësin të zgjedh vetë, ashtu siç ma dhe mua mundësin kur erdhe. Ajo qau. I dëgjova lotet nëpërmjet telefonit, atë lloj qarjeje e heshtur e njerëzve që kanë mësuar të qajnë pa zë të lartë, nga mosha dhe nga zakoni. E di, tha, e di se duhet, thjesht kur nuk kisha guximin. Tani e ke, ju thash, sepse tani nuk je vetëm ti, tani jam edhe unë. Javët që pasuan ishin ndër më të çuditshme të jetës sime. Ishte si t'jetonit në dy kohë njëkohësisht, në të tashmen tënde normale, me punën dhe rutinën dhe shoqërinë, dhe njëkohësisht në këtë histori të re dhe të mprekt që po ndërtohej ngadalë. Ajo grua, nëna jon biologjike, do ta quaj kështu tani, sepse edhe pse ajo fjalë nuk ka ende të ngrohtësinë e saj te unë, është e sakta. Ajo grua filloi procesin, filloi bisedën me fëmijën e saj tjetër. Nuk ma tregoi se si shkoi ajo bisedë e parë, e kuptova se ishte diçka shumë private, diçka ndërmjet tyre dy, diçka që duhet të jetonte brenda asaj lidhje para se të vinte tek unë. Por pas disa javësh, erdhi tek unë me një lajm. E di, tha, di gjithçka dhe dëshiron të flas me ty. Ndalova. Zemra bëri atë gjë të çuditshme, ngetsh për sekond, pastaj filloi shumë shpejt, pastaj u qetësua, pastaj nuk dinte si të vendosej. Si e mori? Pyeta. Vështirë, tha ajo me ndershmëri. Shumë vështirë, me shumë pyetje, me shumë lot fillimisht, dhe pastaj, dhe kjo është ajo që të dua të dish, pastaj me kureshtje. Kureshtja, edhe unë e kisha atë. Kishte hyrë brenda meje si diçka e lehtë dhe e pandashme, kureshtja për atë person. Imagjinoja, ashtu siç imagjinova dikur atë grua, figure, fytyrë, karakter, kishte gjak të njëjtë me mua, ndoshta kishte sy të njëjtë, ndoshta kishte ato gjëra të vogla biologjike, mënyra si kthehej koka kur nëndonte, ose si qeshte, ose si hishte kur ishte i mbrengosur, që unë i kisha pa ditur nga vinin. Njerëzit biologjia nuk e zgjedhin, por biologjia ka mënyrën e vetë si të shfaqet, si të dalë, si të tregoj lidhje pa pasur nevojë për histori të përbashkët. Dy njerëz mund të kenë të njëjtat gjeste, pa e pasur njohur njëri tjetrin kurrë. Kjo gjë e çuditshme dhe e vërtet, bën pyetja e identitetit edhe më komplekse. Kush je ti kur gjërat që mendoje se ishin ti mund të jenë vetëm jehona e dikujt tjetër? Kush je ti kur kupton se ka dikush tjetër aty jashtë që ndajnë me ty jo vetëm gjak, por edhe atë mënyrë të qeshurit, atë hap të caktuar, atë ndjenjë të caktuar kur dëgjon muzikë? Pyetje pa përgjigje të menjëhershme, por pyetje të mira, atë lloj pyetjesh që nuk të shqetësojnë, por të zgjerojnë. E para bisedë me të ishte me video. Propozimi erdhi prej saj, ose prej ti, nuk e dija ende, dhe mendova se ishte zgjedhja e duhur. Telefoni ishte shumë i ftohtë, takimi fizik ishte shumë i rëndë, video ishte ndërmjet, mund të shihje fytyrën, mund të lexoje shprehjen, mund ta ndjeje nxehtësinë ose ftohtësinë, pa pasur të gjitha presionet e hapësirës fizike. Vendosa pas dite në një dite me diell. Isha ulur pranë dritares, siç qëndroja gjithmonë kur bëja diçka të rëndësishme, ndoshta instinktivisht, ndoshta sepse dritat e jashtme më jepnin ndjenjën se bota normale vazhdonte, dhe ajo ndjenjë ishte ngushëllim. U aktivizua lidhja, dhe pash fytyrën. Nuk mund t'ju tregoj me fjalë saktësisht çfarë ndjeva atë çast, jo vetëm sepse nuk dua ta ndaj, por sepse ato ndjenja ishin kaq të shumta dhe kaq të ndryshme dhe kaq njëkohësisht, sa çdo fjalë vetme do të ishte e mangët. Kishte sytë e mi, jo saktësisht, jo si pasqyrë, por ato ngjyrën e njëjtë, atë formën e njëjtë të lehtë. Kishte diçka në formën e fytyrës, atë lloj ngjashmërie që nuk e tregon menjëherë, por ndihet pas pak kur shikon mjaftueshëm. Dhe ajo, sepse ishte vajzë, më shikoi mua me atë shikimin e atij që edhe ai po bën të njëjtën gjë, po kërkonte gjurmë, po krahasonte, po mundohej ta vendoste realitetin e ri në kornizën e vjetër të botës. Përshëndetje, tha ajo, zë qetë, pak i dritur. Përshëndetje, ju thash, dhe qeshëm të dy, njëkohësisht, pa e planifikuar, pa e kuptuar pse. Ndoshta sepse ishte absurde, gjithçka ishte pak absurde. Dy të huaj që ishin gjak, dy njerëz që kishin ndarë nën biologjike, pa e ditur ndonjëherë,
shikuar njëri tjetrin nëpërmjet ekranit dhe thënë përshëndetje, si të takoheshin rastësisht dikund. Ajo qeshja thërthëlloi akullin. U flasëm gjata të pasdite. Pastaj të nesërmen, pastaj shumë herë pas here, si herë kishin kohë, pastaj ishte bërë gjë e natyrshme, komunikimi zakonshëm ndërmjet dy njerëzve që po mësohen njëri me tjetrin. Motër, kisha motër. Kjo fjalë, motër, kishte jetuar kaq vot vjet pa aplikim te unë. Ishte fjalë teorike, fjalë e librave dhe e filmave. Tani kishte fytyrë, tani kishte zë, tani kishte histori të ndryshme nga imja, histori e ndërtuar në familje tjetër, me bab tjetër, me jetë tjetër. Por histori reale, histori të një njeriu të vërtet të lidhur me mua me fijen e padukshme të origjinës. Ajo kishte rritur duke menduar se ishte fëmijë vetëm. Kjo ishte surpriza e saj. Nuk kishte ditur asnjëherë, nuk kishte dëgjuar asnjë aluzion, asnjë hije, asnjë shenjë. Nëna jon biologjike kishte mbajtur atë sekret me vendosmëri absolute, me mure të trash dhe me heshtje të stërvituar. Si ndihe kur mësove? E pyeta një herë. Mendoj. Si kur gjen një dhomë të re në shtëpinë tënde, tha ajo. Shtëpia është e njëjtë, por pa pritur ka hapësirë shtesë që nuk e dije, dhe nuk e di nëse të frikson apo të gëzon, ose të dyja. Kjo metaforë e rojta për ditë. Dhomë e re, hapësirë shtesë, shtëpi e njëjtë. Disa muaj pas asaj bisede të parë, takoheshim fizikisht. Nuk e planifikuam shumë gjatë, erdhi vetë, si momenti duhur. Ajo erdhi në qytetin tim, ose unë shkova drejt saj, nuk ka rëndësi drejtimi, ka rëndësi takimi. Kur e pash në person, pata ndjenjën e çuditshme të njohjes. E njohja, edhe pse nuk e kisha njohur. E kisha parë mjaftueshëm nëpërmjet ekranit, e kisha dëgjuar mjaftueshëm nëpërmjet zërit, e kisha kuptuar mjaftueshëm nëpërmjet fjalëve. Por ishin edhe ato gjëra të vogla fizike. Kur u ngritëm dhe u përshëndetëm dhe ajo qeshi me atë qeshjen e saj të veçantë, unë kuptova diçka. Ajo qeshur kishte diçka shumë familjare. Jo ngjashëm me mamin tim e Zanën, jo ngjashëm me babin tim Agimin, por ngjashëm me veten time? Me atë mënyrë si ngrihesha unë? Biologjia, e çuditshme dhe e vërtet. Han bashk, flasim gjatë. Ajo me jetën e saj, unë me timen. Ajo me pyetjet e saja, unë me të mijat. Kishte midis nesh atë lehtësi të çuditshme dhe të menjëhershme që ka nganjëherë me njerëzit e duhur. Jo sikur e kishim njohur gjithmonë, por sikur kuptimi mes nesh nuk kishte nevojë për shumë ndërmjetëse. Dhe kur u ndam atë ditë, kur u ngrita dora për lamtumir dhe ajo bëri të njëjtën gjë, dhe të dy qeshëm edhe një herë pa arsye të qartë, kuptova. Kisha fituar diçka. Kisha fituar dikë. Jo mam, jo zvendësuese të asgjëje, por dikë shtesë. Dhomë e re në shtëpi ekzistuese. Ndërkohë me nënën tonë biologjike, gjërat ecnin ngadalë por qartë. Nuk bëheshim familje e ngushtë brenda natës. Kjo nuk ndodh dhe as nuk duhet të ndodh me nxitim. Por ecnim. Çdo bisedë ishte pak më i qetë se i mëparshmi. Çdo hapësirë hapte pak më shumë hapësirë. Ajo ndau me mua gjëra nga e kaluara e saj, jo si justifikim, por si informacion, si të dua të dish kush isha, jo vetëm çfarë bëra. Tregoi për familjen e saj, për presionet e shoqërisë atij kohe, për baban tim biologjik, njëri që kishte zuar dhe nuk kishte lënë adres, për ato muaj të vetmuar dhe të frikshëm para lindjes sime. Tregoi për vendimin, se si kishte ardhur, se si kishte dhëmbur, se si kishte dhëmbur gjithmonë pas asaj. Nuk e falenderova për vendimin, kjo do t'ishte e tepruar dhe e pavërtet, por nuk e qortova asë, sepse kisha kuptuar diçka. Vendimi i saj, sa do i dhëmshëm, kishte quar te mami ime Zana dhe babi im Agim, dhe ata dy njerëz kishin qenë dhurata më e madhe e jetës sime. Si mund të qortoja rrugën që çonte te ata? Jeta është një kurth i lidhjes mes shkaqeve dhe pasojave. Nuk mund ta mbash pasojën dhe të urresh shkakun, nëse shkaku çoi te atë pasojë dashur.
Mami ime Zana e takoja të grua një herë, vetëm një herë, dhe jo për gjatë. Ky takim, kjo tak e dy grave që kishin qenë nëna ime me mënyra kaq të ndryshme, ishte diçka që nuk e planifikova dhe nuk e kërkova. Ndodhi pak a shumë nga vetja, si rrethanat e sollën në të njëjtin vend. Mami ime eci drejt asaj me atë qëndrimin e saj të drejtë dhe të qetë. Zana gjithmonë kishte atë qëndrimin, atë mënyrën si ecte si njeriu që di mirë ku shkon. Ja shtriu dorën, tjetra e mori, pak me hezitim, pak me frikë. Dhe mami ime tha, e thjesht, e qartë, pa teatër. Faleminderit që e dhat jetën. Faleminderit që na e lat. Gruas tjetër ju mbushën syt. Nuk tha asgjë për ca sekonda. Pastaj, e keni bërë shumë mirë. 2 fjali, kaq. Por ato 2 fjali ishin marrëveshja e paqes ndërmjet historive të lënjes dhe historisë mbajtjes, të dyja reale, të dyja me dhimbjet e tyre dhe dashuritë e tyre, të dyja pjesë e njeriut që isha unë. Sot, dhe me sot nënkuptoj jo ditën e caktuar kalendarike, por këtë vend të jetës, këtë vend të lidhjes. Sot jam njeri i ndryshëm nga ideali vogël që shikonte fotografitë e klasës dhe nuk gjente ngjashmëri me asnjë njeri. Jam njeri me histori të plot, me të gjitha shtresat e saj, me të gjitha dhimbjet dhe surprizat dhe kthimet e papritura. Por historia nuk është mbaruar ende, sepse ky udhtim nuk ishte i vetmi i mi. Ka gjëra që i kupton vetëm kur i ke kaluar. Fjalë si falje, kuptim, aksemi, i dëgjon gjithë jetën, i lexon në libra, i sheh në filma, mendon se e di çfarë nënkuptojnë, dhe pastaj jeta të ve para tyre në formë reale, jo teorike, dhe kupton se sa pak i kishe kuptuar vërtet. Unë mendoja se falja ishte diçka që jepje kur vendosje ta jepje, si dhurat, zgjedhje, vendim, akt i vetëdijshëm. Mendoja se një ditë do të ulesha dhe do të thosha, mirë, po e fal, dhe kjo do t'ishte gjëja e duhur dhe do të ndihesha mirë pas asaj. Por falja nuk funksionon kështu. Falja nuk është akti vetëm, është procesi gjatë dhe i lodhshëm dhe i pabarabartë. Nga njëherë ecën para, nga njëherë tërhiqet, nga njëherë ndalon plotësisht dhe mendon se nuk do të eci më, dhe pastaj, pa pritur, pa e kuptuar si. Kupton se ka ecur edhe pak. Dhe pastaj, akoma pak. Dhe me kalimin e kohës, pa vendim të madh dhe pa ceremonial, ke ecur shumë. Kështu mu bë me të. Takimet me nënën tonë biologjike u bën rregull, jo shumë shpesh, jo me presion, por me një ritëm të qëndrueshëm që i bënte ndjenjën e diçkaje reale dhe jo episodike. Hëngëm bashk, shëtitëm. Ndoqem ato bisedat të gjata ku fillon me temë dhe mbarojnë diku tjetër plotësisht, siç bëjnë bisedat e mira. Mësova gjëra për të, jo të gjitha me njëherë. Ajo ishte gjithashtu njeri me shtresat e veta, me mbrojtjet e veta, me ato zona të brendshme ku hyni me kujdes ose nuk hyni fare. Por mësova se kishte pasur jetë të vështirë pas meje. Jo si ndëshkim, thjesht ashtu, jetë me vjeshta dhe dimra. Kishte humbur njeri të dashur, kishte luftuar sëmundje, kishte punuar shumë me pak. Kishte ardhur deri te kjo pikë, te dera ime, jo sepse e kishte gjithçka në rregull, por sepse kuptoi se pa të ecur drejt asaj dere, asgjë tjetër nuk do të kishte sens plotësisht. Kur vendose? E pyeta një herë. Kur vendose se do të vije? Ajo u mendua gjatë. Kur kuptova se po plakeshem, tha ajo. Dhe se plakja pa t'u takuar do të thotë të vdesësh me peshën e plot të asaj heshtjeje. Nuk doja të vdisja me atë peshë. Kuptova, sepse edhe unë e dija diçka të ngjashme, edhe unë e dija si ishte mbajtja e peshave, edhe unë e kisha mbajtur të timen me vite. Motra ime, dhe kjo fjalë, motër tani del natyrshëm pa u menduar, si fjalë e zakonshme, motra ime u bë pjesë e jetës sime me mënyrën e vet. Jo me shpejt, jo me dramatizëm, me ato mesazhe të vogla gjatë ditës, pash diçka dhe mendova për ty, dëgjo këtë këngë, kam ndjenjën se do të pëlqej, si shkoj dita, ato gjëra të vogla që ndërtojnë marrëdhënie të vërteta ndërmjet njerëzve.
Kisim ndryshime, kishim pikpamje të ndryshme mbi gjëra të ndryshme, kishim shije të ndryshme, kishim histori jetësh kaq të ndryshme sa nganjëherë dukej si flisnim dy gjuhë të ndryshme dhe gjenin rrugë bashkëtakimi diku në mes. Por kishim edhe ato ngjashmëri të papritura dhe të çuditshme, ato gjëra biologjike që shfaqen pa leje. Të dyve na pëlqenin ushqimet e njëjta, të dyve na shqetësonin tingujt e lartë, të dy kishim mënyrën e njëjtë si ngrinim vetullën kur nuk bindeshim nga diçka. Nuk e kishim mësuar nga askush, thjesht ishte atje, si gjuhë e trupit të shkruar në gjene. Ato ngjashmëri herë na bënin të qeshim, herë na bënin të heshtim, sepse kujtonte gjithmonë se kishte diçka para nesh, diçka biologjike dhe reale, diçka që kishte ekzistuar edhe kur nuk e dinim. Por historia kishte akoma shtresa. Disa gjëra nuk ishin ende të qarta, disa pyetje nuk kishin marrë përgjigje, dhe ndërmjet të gjithave kishte një gjë e vetme që vazhdonte të kthehej. Babai im biologjik. Ai njeri që i kishte ikur, ai njeri pa emër të plot për mua, pa fytyrë, pa histori, vetëm shija e tij, ajo mungesë origjinale që i kishte bërë dominon e parë të bjerë dhe kishte sjell gjithçka tjetër. E pyeta atë grua një herë drejt për drejti. E di ku është? Ajo u tensionua. Shikimi i saj ndryshoi, u bë pak i largët, pak i mbrojtur, si dikush që kalon afër diçkaje të nxehtë dhe kujton djegjen. E di emrin e plot, tha ajo pas heshtje. Por nuk e di nëse është mirë të... Nuk dua të shkoj tek ai, ndërpreva unë. Nuk e kërkoj atë, kërkoj vetëm të di. Ka ndryshim ndërmjet të dijes dhe të kërkojesh. Ajo e shikoi, e vlerësoi, pastaj ngadalë filloi të fliste. Historia e tij ishte e thjeshtë edhe trishtuar në atë mënyrën si janë historitë e njerëzve që largohen kur duhet të qëndrojnë. Jo njeri i keq me vetdije të keqe, sepse shumë njerëz që dëmtojnë nuk janë me vetdije të këqinj. Thjesht njeri i dobët, njeri i pamquar, njeri që kur u ndesh me diçka të madhe dhe të vështirë, zgjodhi rrugën e lehtë të largimit. Kishte vazhduar jetën, kishte bërë familje, kishte fëmijë tjerë, gjysmë vëllezër ose gjysmë motra teorikisht, njerëz që ekzistojnë diku dhe ndoshta nuk kanë asnjë ide për mua. Nuk ndjeva asgjë të fortë kur dëgjova këtë. Ndoshta e prisja, ndoshta kisha stërvitur veten të mos ndjej shumë rreth asaj figure, sepse kur nuk e kisha ndërtuar imazhin e tij, kur nuk e kisha ndërruar takimin me të njëjtë mënyrën si me të. Ai kishte gjithmonë abstraksion, jo njeri i humbur, thjesht njeri i pagjetur, njeri që nuk e kisha ndjekur sepse nuk isha sigurt doja të kisha gjetur. E pyeta atë grua, një herë. E takove pas asaj kohe? No, tha ajo. Nuk ka pasur asnjë kontakt. Kaq. Kapitulli mbyllur pa ceremoni. Disa njerëz largohen dhe rrugët e tyre dhe tuajat ndahen definitivisht. Nuk ka nevojë për drama apo përballje apo fjalët e fundit të mëdha. Rrugët ndahen dhe ti vazhdon tuajën. Erdhi vera, vera asaj periudhe, me nxehtësinë e saj dhe me gjatësinë e pasdites. Nëna jon biologjike propozoi diçka që nuk e kisha pritur. Donte të gëzonim bashk. Jo vetëm ajo dhe unë, por ajo, unë dhe motra, të tri bashk, për herë të parë. Gëzimi ishte fjalë e madhe, isha pak i kujdesshëm me të. Gëzimi implikon radhë emocionale të caktuara, ndjenja të caktuara, pritshmëri, dhe unë kisha mësuar me vite të mos e ndërtoja pritshmëritë larta, sepse pritshmëritë e larta kanë rrëzimin e tyre të veçantë. U takuam në vend neutral, jo shtëpia e asaj, jo shtëpia ime, por një vend i tretë, pa histori për asnjërin prej nesh. Restorant i vogël, tryez pranë dritares, dita e ngrohtë jashtë. Ato dy, motra ime dhe ajo grua, i pash bashk për herë të parë. Dhe pash diçka interesante. Motra ngjante me të shumë më tepër se unë. Kishte formën e fytyrës, kishte mënyrën e lëvizjes, kishte ato gjëra të vogla të trashëguara që bënin identifikimin e lehtë dhe të menjëhershëm. Ndërkohë unë ngjaja pak ndryshe. Ndoshta i ngjaja babait tim biologjik, kur nuk do ta dija plotësisht. Por kjo nuk më shqetësoi. Kisha mësuar se ngjashmëria fizike nuk është as privilegj, as detyrim. Mund të ngjash me dikë pa qenë si ai. Mund të mos ngjash fare dhe të jesh shumë i ngjashëm nga brenda. Ajo darkë ishte e vështirë dhe e bukur njëkohësisht.
Kishte qaste inkomoditeti, qaste kur biseda ngeci dhe të tre shikuam nga jashtë dritares ose nga menuja pa arsye, vetëm për të kaluar atë sekond të sikletit. Kishte edhe qaste të befasishme rahatie, qaste kur diçka u tha dhe të tre qeshëm, dhe qeshja ishte e vërtet, jo e stërvitur. Nëna jon biologjike foli shumë atë darkë, ndoshta kishte akumuluar shumë fjalë të pashprehura, dhe ajo tryez ishte e para herë ku mund t'i shprehte para të dy fëmijëve të saj njëkohësisht. Nuk u justifikua dhe nuk u apologjizua vazhdimisht. Kishte kaluar fazën e justifikimeve dhe unë e kisha vlerësuar këtë gjithmonë. Fliste si njëri që ka pranuar të kaluar në vet me të gjitha hijen e dritën e saj. Nuk kam qenë nënë e mirë për asnjërin prej jush, tha ajo në një moment. Për ty, shikoj mua, nuk kam qenë fare. Për ty, shikoj motrën, kam qenë, por me mangësi të mia, me frikra dhe heshtje të mia. Nuk di nëse kjo quhet nënë e mirë. Motra tha, nuk ka nënë të përsosura. Unë shtova, ka nënë të mjaftueshme. Ajo grua shikoi nga unë dhe pastaj nga motra dhe pastaj nga dora e saj mbi tryez, dhe tha me zë shumë të ulët, shpresoj të kem qenë mjaftueshëm për njërin anë ose tjetrën. Aty ishte ajo fjalia, aty ishte ajo gjë e vogël që kapi diçka brenda meje. Mjaftueshëm, fjala mjaftueshëm, jo e madhe, jo heroike, jo e mbushur me pretendime. Mjaftueshëm, thjesht mjaftueshëm. Njeri që nuk pretendon madhështi, por kërkon atë minimum të njerëzishëm, mjaftueshmërinë. Dhe unë brenda atij çasti ndjeva diçka të çlodhet, diçka e vjetër, diçka që kisha mbajtur ngjitur pas vetes për kaq kohë, pa e kuptuar sa e kisha mbajtur ngushtë. Ishte sikur mbash muskujt e shpatullave të ngritur nga stresi për ditë, dhe pastaj dikush të thotë relakso, dhe vetëm atëherë kupton se i kishe ngritur. Nuk e falenderova me fjala të çast, por i lëshova dorën, thjesht ashtu, pa fjalë, të dy duart mbi tryez, dhe ja lash të timen pranë të sajës, jo si shtrëngim, jo si gest dramatik, thjesht prezencë, thjesht jam këtu, dhe ti je këtu, dhe jemi mirë. Ajo shikoi dorën time, pastaj mbylli syt për sekond. Motra ime, nga ana tjetër e tryezës, shikoi të dyja dhe buzëqeshi me atë buzëqeshjen e saj, ajo buzëqeshja e njohur tashmë, ajo buzëqeshje që kisha mësuar të njihta si motra ime. Pas asaj darke, gjërat ndryshuan, jo dramatikisht, jo brëndanate, por ndryshuan me atë mënyrën e ngadaltë dhe të vërtet të ndryshimeve që qëndrojnë. Fillova t'i shkruaja asaj gruaje më shpesh, jo nga deturimi, nga dëshira, sepse kishte dalë të ishte njeri interesant, njeri me mendje, njeri që kishte kaluar me ndonjë gjë dhe kjo e kishte bërë me thellësi. Jo nën, kur nuk do të kishte atë titull te unë, sepse ai titull ishte i zënë nga njeriu që e meritonte absolutisht, por diçka tjetër, diçka pa emër të saktë, por reale. Ndoshta ishte ajo lidhja e çuditshme e origjinës, ndoshta ishte respekti i fituar me kohë, ndoshta ishte thjesht fakti se çdo njeri që lufton sinqerisht për diçka, pavarësisht vonesave dhe gabimeve, meriton njohje. Mamia ime Zana u takua me motrën time. Kjo ndodhi natyrshëm. Erdhi momenti kur motra ishte në qytet dhe ishte logjike që të takoheshim edhe me maman. Dhe ato dy u takuan, dhe unë i shikova dhe mendova gjëra të shumta njëkohësisht. Mamia ime Zana ishte e ngrohtë, si gjithmonë. E priti motrën time me atë ngrohtësinë e saj të natyrshme, me të njëjtën ngrohtësi si të gjithë të tjerët në jetën time. Nuk bëri dallim, nuk u tregoi rezervuar, nuk e trajtoi si dikën nga jeta tjetër e birit tim. E trajtoi si njeri, thjesht. Dhe motra ime, që kishte qenë pak e kujdesshme para takimit, e dia sepse kishte ngritur temën, u qetësua shpejt. Kishte diçka te mamia ime Zana që të qetësonte, ajo aftësi e rrallë të njerëzve të caktuar për t'i bërë të tjerët të ndihen të mirëpritur pa asnjë përpjekje të dukshme. Djali yt është person i mrekullueshëm, tha motra ime mamas. Mamia ime qeshi me atë qeshjen e saj, qeshja e ngrohtë dhe drejt për drejt. E di, ja mësuam ne. Të tre qeshëm. Ka momente në jetë dhe nuk vinë shumë shpesh, prandaj duhet t'i njohësh kur vinë, kur ndihesh saktësisht në vendin e duhur. Nuk do të thot pa probleme, nuk do të thot perfekt, do të thot vetëm jam këtu dhe këtu ka kuptim. Unë pata atë ndjenja të mbrëmje, kur dolëm të gjithë bashk dhe qielli kishte marrë ngjyrat e mbrëmjes dhe ajri ishte i freskët dhe mamia ime po fliste me motrën time dhe unë isha pak mbrapa, duke i shikuar të dyja, duke i dëgjuar zërat e tyre.
Babai im Agim nuk ishte atje. Ky mendim erdhi dhe qëndroi. Do donte ta shihte këtë, ta dinte, ndoshta do ta dinte. Ndoshta fjalët e tij të asaj nate, diçka e madhe duhet të ndodh brenda, kishin qenë lloji i intuitës që kanë njerëzit e mençur, jo parashikim, por kuptimi i thellë i mënyrës se si funksionon jeta. E mbajta brenda vetes atë mendim. E mbajta si diçka të ngrohtë. Muajt kaluan. Jeta u stabilizua rreth kësaj realiteti të ri. Jo si diçka e jashtëzakonshme, por si diçka normale. Kisha nënën time Zanën, kisha motrën time, kisha të grua të cilës nuk i kisha dhënë titull, por i kisha dhënë prezencë. Kisha miqtë e mi, punën time, jetën time. Por kishte akoma diçka e papërfunduar. Ndjeja atë si tingull i ullët që nuk dëgjohet qartë, por nuk zhduket. Diçka brenda historisë që nuk kishte marrë formën e saj finale. Ishte ajo letër. Letra e verdhosur. Ajo letër e shkruar me duar të dridhura dhe me lot. E kisha lexuar shumë herë, e kisha menduar shumë. E kisha vendosur në sirtarin e mia si gjë e ruajtur, por asnjëherë nuk kisha bërë atë gjë të vetme që ndoshta duhej bërë. Asnjëherë nuk i kisha thënë asaj se e kisha lexuar. Jo plotësisht, jo me fjalë të plota, jo me atë qartësi që meritonte ato fjalë të shkruare me kaq dhimbje. Një herë, një pasdite të zakonshme kur ishim duke pirë kafe dhe biseda kishte hyrë në ato ujëra të qeta të marrëdhënieve të stabilizuara, e nxora letrën. Ajo e pash dhe u ngri paksa. E njohu me një herë. Si mund të mos e njihte, kishte mbajtur atë letër me vite, e dinte çdo fol të letrës, çdo njoll të vogël të kohës mbi të. Dua ta lexojmë bashk, ju thash. Ajo u mendua. Ishte pyetje komplekse. Mos lexuam bashk do të thotë ti kthehesh pikës më të brish të vetes tënde para dikujt. Do të thotë të ekspozohesh plotësisht. Por ajo tha po. Dhe lexuam. Unë me zë, ngadalë. Çdo fjali, çdo rresht, çdo fjalë shfrirë dhe rishkruar. Zëri im ndonjëherë ndihej pak i dridhur dhe vazhdoja. Ajo dëgjonte me sy mbyllur, her pas here, me duar të ndërthuara mbi gjunjë. Kur arrita te ajo fjalia, nëse të preka edhe një herë, nuk do t'i ikta asnjëherë. Ajo hapi syt, dhe ato sy kishin lot, jo lot të shtrëmbër, lot të çlirimit. Mbarova letrën, e vendosa poshtë. Heshtje. Pastaj unë e kuptova gjithçka që shkrove. E kuptova edhe atë që nuk shkrove. Ajo shikoi mua. Dhe dua të dish, vazhdova, se ata njerëz që gjetën, mami dhe babi im, ishin saktësisht ata që duhej të ishin. Doli gjithçka ashtu siç duhej të dilte, jo pa dhimbje, jo me rrugë të gjata, por doli. Ajo nuk foli për ca kohë. Pastaj, kjo ishte gjëja e vetme që doja të di. E di tani, ju thash. Ka diçka për të thënë rreth paqes, jo ajo paqja e madhe dhe filozofike e filmave. Ajo ndjejnë triumfi dhe mbylljeje dramatike, por ajo paqja e vogël, e përditshme, ajo që vjen kur nuk ke më gur të rënd në përgjepa ndërkohë që ecën. Kisha ecur me gur të rënd gjatë, jo gjithmonë e ndihesha, ishin bërë pjesë e marsit, pjesë e ritmit, por pa ta, ecja ishte mbyshe, ishte më e lehtë, ishte vet ecja, pa pesh shtesë. Kjo ishte paqja ime, e vogël, e vërtet, e jotja. Motra ime erdhi të vizitonte një fundjavë, qëndruam 2 ditë. Shëtitëm, gëzuam, biseduam deri vonë natës si bëjnë vëllezrit dhe motrat kur kanë shumë kohë të plotësojnë. Tregoi gjëra nga jeta e saj, unë tregova nga imja. Kishte ato ndërmjet natyrshme të bisedës, heshtje të rehatshme, momente pa fjalë ku nuk ka nevojë të flasësh sepse prezenca mjafton. Para se të largohej, tha diçka që e mbaj. Ti je personi i parë, tha, me të cilin ndjej lidhje pa pasur nevojë ta eksplikoj. Si ta dija tashmë? Ndoshta sepse e dija tashmë në një mënyrë. E dija çfarë nën kuptonte. Edhe unë me kisha ndjer atë njohtëri pa histori, atë leftësi pa ekspjegim. Biologjia kishte rrugët e veta, edhe pa memorie, edhe pa histori të përbashkët. Edhe unë, ju thash, dhe kur u largua e ndoqa me sy derisa u kthye këndi. Pastaj u ktheva brenda me atë ndjenjën e mirë të dikujt që di se do ta shoh sërish. Kjo histori nuk ka mbyllje të rrumbullakta dhe të papërsëritshme si filmat. Nuk ka ato mbyllje ku gjithçka vendoset në vend dhe muzika ngrihet dhe lotët bien dhe ndihesh i kompletuar si mozaiku i fundit ka zënë vendin e vet. Jeta nuk është ashtu. Jeta është e çrregullt dhe vazhdueshme dhe ka gjithmonë diçka tjetër pas kthesës. Por ka disa gjëra që di tani me siguri, gjëra që nuk i dija apo nuk i kuptoja plotësisht para se ajo grua të trokiste në derë. Di se familja nuk është vetëm gjak. Familja janë ata njerëz që qëndrojnë kur duhet të qëndrojnë. Babi im Agim me heshtjen e tij të fuqishme, mami ime Zana me dashurinë e tij të madhe si bota. Ata ishin familja ime, janë familja ime. Biologjia mund të shtojë,
por nuk zvendëson. Di se pyetjet pa përgjigje të mbajtura shumë gjatë brenda bëhen të rënda jo nga vetë pyetja, por nga pesha e mbajtjes. Kur guxon ti pyesësh me zë të lartë, kur guxon të kërkosh përgjigjen, shumë herë zbulon se përgjigja është me nuanca dhe komplekse, dhe njerëzore, jo ajo gjë e frikshme e zezë që ke imagjinuar gjatë netve. Di se falja nuk kërkon justifikim perfekt. Nuk duhet të kuptosh gjithçka plotësisht para se të falesh. Ndonjëherë, mjafton të kuptosh mjaftueshëm për të lënë hapur derën. Dhe di se çdo njeri mbart histori që nuk i tregon, dhimbje që nuk i shfaq, vendimet vështira të marra në çastet vështira me burimet e kufizuara që kishte atë çast. Gjykimi i lehtë është gjithmonë privilegji i atij që nuk ishte atje. Zarfi verdhosur është ende tek unë. E mbaj në sirtar, jo si relikvie apo si plag, thjesht si gjë e rëndësishme. Ndonjëherë, jo shpesh, e nxjerr dhe e shoh pa e hapur. E ndjej peshën e tij, atë peshën e fjalëve dhe të dhimbjes dhe të kohës. Dhe çdo herë mendoj, historia kishte shumë shtresa, kishte nën që u largua dhe nën që qëndroi, kishte baba që humba dhe baba që gjeta, kishte motër që nuk e dija dhe kur e gjeta, ishte si ta dija gjithmonë, kishte gjak dhe kishte dashuri, dhe mësova se kur vinë bashk janë të mrekullueshme, por kur nuk vinë bashk, dashuria fiton gjithmonë. Çdo gjë nga kjo histori ka çuar te ky çast, te ky njeri që jam sot me gjithë plagët dhe me gjithë pasurinë e tij emocionale, me gjithë mësimet e fituara jo nga librat, por nga jeta, nga rruga e gjatë dhe çrregullt e saj. Dhe tani, pasi u kam treguar gjithçka, pasi jeni ulur pranë meje nëpërmjet kësaj historie të gjatë dhe të vështirë dhe ndonjëherë të bukur, dua t'ju pyes diçka. Jo si pyetje retorike, si pyetje e vërtet, nga njeriu te njeriu. Nëse dikush nga e kaluara juaj, dikush ju ka lënë, dikush që ka bërë vendim të gabuar ose të dhimbshëm ose të pakuptueshëm, do të trokiste sot në derën tuaj, çfarë do të bënit? A do ta hapnit? A do të prisnit të dëgjonit? A do të kishit guximin që të qëndronit në atë pragje të vështirë mes të kaluarës dhe të tashmes, pa ikur dhe pa e shprehur gjithçka menjëherë? Nuk ka përgjigje të drejtë. Ka vetëm përgjigjen tuaj, të vërtetë, njerëzore, të jotën. Dhe kjo gjë, ajo përgjigje juaj, tregon shumë për kë jeni dhe si e kuptoni dhimbjen dhe faljen dhe jetën. Ndajeni me mua, jam kurioze, jemi të gjithë në fundit, duke mësuar nga njëri tjetri. Kjo ishte historia ime, e plot me të gjitha shtresat e saj, me të gjitha dhimbjet dhe surprizat dhe momentet e vogla ku gjërat ndryshuan pa bujë. Historia e bebes lënë, e djalit rritur me dashuri, e njeriu që gjeti pyetjet, e gjetura e përgjigjet, dhe çastit kur dera u hap dhe gjithçka u rendit sërish, jo si shkatrim, po si rifillim. Nëse kjo histori të preku, nëse të bëri të mendosh, nëse të kujtoj diçka nga jeta jote, lëre një koment. Jo pse ka rëndësi numri, por sepse çdo histori njerëzore meriton të dëgjohet, dhe çdo njeri që dëgjon meriton të di se nuk është vetëm. Faleminderit që qëndruat deri këtu. Faleminderit që dëgjuat.